U përlota kur pash këta fëmijë sepse thash sa dashuri duan, sa përgjegjësi kemi ne për këtë brez. Bëj 500 hedhje me litar, vrap ose aktiviteti fizik që më ndihmon për frymarrjen, për këndimin. Me dasht me të bo Kosova ty, shtetasit Kosovës, a e kështë e pranu? Me njëre, nderuar. Është detyrim shpirtëror jeta. Po duke e dashur, respektuar, ndihmuar njëri tjetrin, jemi qenie humane më të mira dhe një popull më i mirë. Sut me lot i thash vllajt, tani e vendosa, unë do bëhem këngëtare operistike dhe nuk do vdes pa e kënduar një herë këtë rol. Dhe tani me shumë krenari jeta ta them, e kam kënduar 315 herë.